Prej 2 vitesh në Milano është formuar një ekip futbolli me emrin Vllaznia Elite. Iniciatori i këtij klubi ish futbollisti i Vllaznisë Bernard Xhekaj shprehet i kënaqur që komuniteti shqiptar që jeton në Milano dhe më gjerë në Itali ka një skuadër me këtë emër të traditës së futbollit shkodran, e cila në këtë sezon ka pasur një ecuri shumë pozitive. Kena kalu çeyrek-finalen e kupës të Lombardisë në Milano. Kemi nesh në gjysmë-finale dhe me thanë që do të luftojmë për finalen e madhe që do të qohet kupa. Pastaj në momentin që fitohet kupa në Lombardi, bëhet finalja e madhe në Rom, janë gjithë regionet e Italisë. Bëhet një kompeticion shumë më i fortë pastaj. Janë disa futbollistë nga Shkodra, nga Shqipëria në përgjithësi, ka edhe shumë të huaj italianë edhe të tjerë atje. Grupi është shumë i mirë, po funksionon. Për ne është një gjashtë shumë e madhe e mirë se këtë vit po ecim shumë mirë përpara me disa llafrime që kemi bërë në fund. Mendojmë që për vitin tjetër sa kemi themelu Vllaznia Elite gjithmonë 11 që në Milano që do të konkurrojmë për vitin tjetër në shtator që është 11 që jam madhe. Mes 2 vllaznive, asaj Elite në Milano dhe Vllaznisë së Shkodrës, pritet të ketë një bashkëpunim të afërt, ndërkohë që është projektuar edhe një miqësore për të luajtur në stadiumin Loro Boriçi të Shkodrës. Kontakte kemi pas me Albanin edhe me të stafit. Është diçka shumë e rëndësishme dhe e ëndër për ne që kemi një takim të mirë dhe një binjakësim që mund të bëhet me Vllazninë. Pastaj është e tjetra që besoj që kemi një kontakt që mund të bëhet një neshje miqësore, Vllaznia Elite Milano me Vllazninë e Shkodrës gjithmonë në Shkodër në stadiumin Loro Boriçi para neshjeve të Europës edhe ne para sezonit të kampionatit shtator. Në mbyllje presidenti i Vllaznia Elite në Milano, Bernard Xhekaj, duke shprehur keqardhje për humbjen e finales me Ignatian, beson shumë tek dyshja Martini Sinani, që do të arrijnë të bëjnë më të mirën për një Vllazni kampione. Me këto ndrimet e me këto që po bëhen, besoj që shumë tek Vllaznia si këtë vit do të ketë më shumë shkodran, më shumë me kam në tokë, si thëmë na, për me ecë përpara dhe për me bëj skuadër kampione për këtë vit. Se po presim vit për vit, po do në zoti këtë vit inshallah është aja kama e marrë e mirë si thënë që dalim kampion. Për Shkodrën besoj që të dy janë shkodranë dhe kanë me dhanë maksimumin, edhe unë shoh shumë mirë këtë vit, një staf besoj shumë kompat.